Elia Zaharia rrëfen si po e përjeton ndarjen e bujshme nga Princ Leka, vjen me një mesazh të ri për vajzën e tyre. Pas një periudhe të vështirë nga ndarja e bujshme me Princ Lekën, duket se Elia Zaharia ka hedhur pas krave çdo gjë dhe është përkushtuar tek jeta e saj. E ftuar në një emision, Elia Zaharia nuk vjen si aktore, por si autore një libri, Perla dhe Dreri Art, quhej prralla që aktoria ka shkruar, dhe në fakt kjo prrallë me fabulë dhe mesazhe të forta është një dedikim për vajzën e saj të vogël, Geraldinën. Në një video ku nën e bi qëndrojnë krah njëra tjetrës, Elia Zaharia emocionon me fjalët e ndjera për vajzën e saj. E shtrenjta voglushja ime, drita e syve, mami ta dedikon ty këtë libër me urimin që e gjithë jeta jote të jetë e pikturuar me ngjyrat më të ëmbla të prrallave. Kur ta shfletosh me doçkat e tua të vogla, dua të ndjesh dashurinë e pafundme në çdo fjalë. Dua që të kuptosh dhe të ndjesh në zemrën tënde plot dritë mesazhet që kjo prrallë përcjell. Dashuria pa kushte, liria dhe kurajoja janë thesaret më të çmuara që ti do t'i zbulosh përmes kësaj dhurate.